Sot është një kohë e mrekullueshme. Është vërtet një ditë pranvere. Por duhen shfrytëzuar sepse ditë të tilla këtu janë rrallë. Do kthehen përsëri brendësirat edhe shirat. Kështu që nuk po rri asnjë sekond dhe po dal që ta shijoj. E jani me mua. Këtë ashensorin në rrallëre kemi të pasur, por rëndësi ka që punën e bën. Na zbret dhe na ngjit. Po shikoj pak kutinë postare se mos ndoshta na ka erdhur ndonjë letër, por si duket asnjë lloj gjëje. Stacionin e tramit e kam shumë afër shtëpisë. Kështu që po marr tramin dhe po dal në qendër të qytetit. Adhuroj këtë qytet, nuk do ta ndroja me ndonjë qytet tjetër. Edhe pse ma kam propozuar disa herë, nuk kam pranuar ta ndroj. Është kaq bukur tani në pranverë. Kjo është një nga kafenet e mia të preferuara. Në fillim kur kam ardhur në këtë qytet, kafen e parë kam pirë këtu. Prandaj jam ulur këtu që ta shijoj një kafe vetëm fare. Porosis gjithmonë kafe me qumësh, kafe olej quhet këtu, gjithmonë me 2 sheqer, por tani kam mësuar ta pi pa sheqer fare, ja dhe një ëmbëlsirë e vogël. Në fakt, për një kohë të gjatë unë nuk e pija kafen fare, por shumë kohë kam pasur tensionin e ulët dhe një kafe më bën mirë, e olloj pak me qumësh, nuk e pi asnjëherë vetëm kafe, vetëm të përzirë me qumësh. Kësa i thonë më thuaj që je shqiptar, pa më thënë që je shqiptar. Ta ngjyesh biskotën në kafe. Sa herë që kthehem për në shtëpi, unë zbres një stacion para, sepse më pëlqen që të shkoj tek shtëpia përmes këtij parku të bukur. Më pëlqen të eci këtu, sidomos tani që është koha kaq bukur edhe ngrohtë. Pasi pushova pak, më duhet të dal përsëri, sepse duhet të shkoj në market. I kam djegur të gjitha kaloritë dhe nuk kam më asgjë në shtëpi. Këto lulet i adhuroj, por nuk kam ku t'i vendos për momentin dhe nuk po marr. Ky është pazari që bëra për sot. Kam marrë fileto pule, kam marrë spinaqin sepse dua të bëj byrek, ishte faji mamit që ma kujtoi. Kam marrë çokolada të zeza të jenë, kos grek, e përdor shumë shpesh. Kam marrë banane, kam marrë portokall, mezi gjeta këtë boronicën e kuqe, është shumë e shëndetshme për ne. Edhe me këtë pamje kaq të bukur dhe freskët, ja fillojmë pa humbur kohë të bëjmë byrekun. Si fillim vendosim një shami në kokë, që të mos na bjerë ndonjë qime. Pastaj do vendos përparsen. Këtë përparsen e kam të re, sapo e kam bler, më pëlqen shumë. Ja dhe spinaqi. Do ta marrim, do ta lajm si fillim me ujë të bollshëm.
Marrim një tigan, e vendosim në zjarr, po u hudh vaj ulliri. Grim një qep të vogël, e kavardisim në vajin e ullirit, derisa të marrim një ngjyrë të bukur të artë, dhe pastaj shtojmë spinaqin. Ai është mirë dhe të mos ta gatuash, por nuk e di, mua më është fiksuar që duhet ta gatuaj pak. Jo ta zjej shumë, po ta gatuaj sa po të marri këtë masën kështu. Tani marrim tasin, hedhim miell, hedhim pak krip, sepse është gjynaf ta lesh brumin pa krip. Të heq unazat njerë sepse më pengojnë të hap petat, por edhe bëhen pis. E zem brumin, dhe brumi duhet të ketë këtë konsistencë, të jetë pak i butë. Hedhim miell dhe e punojmë akoma, që brumi të bëhet sa më shumë elastik, që të hapen peta të mira. Brumin e ndaj në topa të vegjël dhe filloj t'i hap peta të vogla një nga një. I kemi hapur të gjitha petat. I kam hapur të gjitha dhe tani do më duhet që t'i lyej me gjalp të shkrirë të gjitha. Petat e vogla do i ndajmë në dy pjesë. Do i bashkojmë në këtë mënyrë, duke i vënë njëra mbi tjetrën. Dhe petën tjetër e vendosim në krah të kundërt. Këtu janë gati peta poshtë dhe peta sipër për t'u bërë peta të mëdhaja. E kam lyer tepsin me gjalp dhe është gati për të vendosur petën e pjesës poshtë. Marrim një kos grek dhe e përzijim me spinaqin. I jep një shije fantastike. Pasi e kemi përzirë spinaqin me kos, e hedhim tek tava dhe do i vendosim petën sipër. I bëjmë thembrat ose i palosim anët, siç e quajnë të tjerët, por ne i quajmë thembra. Dhe ka marrë këtë pamjen kështu. Do ta spërkasim të gjithë me gjalp sipër, të mos lëmë asnjë pjesë. Furrën e kam ndezur pak më parë në 200 gradë. Dhe tani është gati që ta fusim në furrë për të pjekur. Përveç pamjes kaq të bukur, ka një aromë që t'ju them. E nxjerrim tani se po na lëshon goja lëng. E presim në copa, po e pres në copa të vogla. E kam bërë shumë të hollë sepse kuptohet jam vetëm një person. Dhe ja si duket tani byreku. Është kaq i shijshëm. Shpresoj që të provoni ta bëni në shtëpi. Kjo ishte një video e thjeshtë e imja. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Shpresoj që t'ju pëlqej edhe receta e byrekut, sepse është fiks si Pepogra Deci. Nëse ju pëlqejnë videot e mia, ju lutem të lini koment, bëni like dhe bëni subscribe nëse jeni të ri në kanalin tim. Sepse këtu do gjeni histori reale, receta të ndryshme, motivim dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me jetën e përditshme. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!